Kam hyrë në zonë edhe mas 2 ore që përvreja petë përse jam të vo këto sen. Se, kur t'je në zonë, e shijon venin, e shijon natyrin, e shijon situatën. Nuk me ndonë shumë, vetëm hec. Edhe je në moment këtu e përgjithmonë. Edhe vrapon për para. E 3 orë të rritë të mëri Gjeravicën. Edhe do të kthehemi mas që dhe 3 orë. Inshallah e harri me sukses. Si që sa jam nis. Inshallah vetëm ta kry. Edhe ma pak burë që zona, në të havë qfar burë o konë. Jam konë atë onën tjetër që atë. Tash, sot bili kam u këthim qëtë rrugë. Sot kam ecë nga Koshare. Bo, që shërëtherke, të me këqyrë dhe shka më bë. Edhe në të havë joniki jam nalë edhe jam njës, po peca shkova një në Kadeqani. Rruga shumë e pështjellët. Nejse, shqyqyrë prej Zotit, andej e kam Shqipërinë edhe kënina më ka rrugë dili më shumë. Këtë anë qoftë se kisha ardhë, dhe ato më kisha rrugë dili, po mas disa kuhe që tash kisha ardhë. Dhe në qitë rrugë parafërsisht, jam ka vi tjera here me familje. O qëtu kisha flenë tikun me naj shpia, ka prit kampenge, kisha qëtu një tent. Shkona dhe atë një pjesë e gurëve, një shpjes të prisht. Dhe kisha flenë, kisha po krejt Kosovën, me drita, me ambjent atmosferë. Sot edhe hona është, natën. Edhe pak e plut. Nejse, atmosferë kështu është. I dëshiroj gjithat mirat. Ka njerë, që ka deshta me thonë, ka njerë do të vraposh vetëm, ti ja kalojsh kufinet e tuaja, dhimtet e tuaja, angthet edhe marrët e tuaja, se kjo nuk është marrë, po në atë mënyrë, kështu shyness, timidness, do me thonë, a do të gëdzoja, a do të marrë gëdzimin. E qëtu sene, so herë i kom luftu qëtu sene, i kom parvalue, i kom te i kalu, edhe qëto herë kam i kalu inshallah me gjithë ne, për që ta kam qef të ju të regoj qëfar inspirimi jam ka marrë. Shumë inspirimi interesant, qëfar rrugë na dalin, nuk e presum se qysh na del ka njerë, po pet vazhdojmë, do të arrina suksesin më të madh në këtë botë, inshallah prej Zotit. Që e përshini liqenin atje. Qëvar vendi, gjithat mira, kaloshe mirë tonë këto.